Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 9. I dërguari i dikurshëm i ish presidentit amerikan Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka kritikuar sekretarin e shtetit Antony Blinken, duke thënë se ai nuk do të arrijë rezultate në këtë proces. Grenelli ka deklaruar se Blinken tashmë ka treguar se ka zgjedhur anë dhe për këtë arsye nuk ka kredibilitet. Duke folur për marrëveshjen e Washingtonit, Grenell ka theksuar se pika që ka të bëjë me diversifikimin e energjisë nuk u ka pëlqyer as Beogradit dhe as Prishtinës. Ai ka deklaruar se pasi vizitoi Beogradin dhe Prishtinën, u kthye plotësisht i bindur se të gjithë njerëzit dhe politikanët janë të uritur për normalizim ekonomik. Ai ka bërë të ditur se shet rëndetës faktin se shumë amerikanë nuk e kuptojnë se marrëveshja e Washingtonit ka bërë përparim në krahasim me 20 vjetët e fundit. Many years, decades actually. Great moment. Presidenti Vjosa Osmani me anë të një ceremonie të veçantë do të gradoj sot kreun e forcave të sigurisë së Kosovës general-major Beshkim Jashari në postin e general-lejtënantit. Ceremonia solemne do të fillojë nga ora 10. Osmani njëherë është komandante supreme e FSK-s, ka emëruar Jasharin komandant të ri të forcës së sigurisë së Kosovës në përputhje me kompetencat kushtetuese. Këtë ajo e ka bërë pas dorëheqjes nga ky post më 30 nëntor të generalit Raman Rama. Pas kësaj, kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se Rama do të jetë përfaqësues i qendrës për siguri dhe bashkëpunim me Selin në Kroaci. Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sot në seancën e re plenare, në të cilën do të diskutojnë lidhur me pagat në sektorin publik. Në renditje të seancës së sotme do të jetë edhe shqyrtimi projektligjit për ratifikimin e këmbimit të notave diplomatike rreth asistencës së ofruar në formë granti sipas aktit për ndihmë të jashtme të vitit 1961 dhe aktit për kontroll të shitjeve të armëve mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Seanca do të vijojë me shqyrtimin e parë të 4 projektligjeve, ati për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për festat zyrtare, për pijet e forta alkoolike, për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mbeturina, si dhe për bujqësi dhe zhvillim rural. Për herë të dytë, ndërkaq pritet që të shqyrtohet projektligji për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit. Shqyrtimi i kërkesës së fondit të kursimeve pensionale për miratimin e taksave vjetore për vitin 2022 do të jetë pikë e radhës e rendit të ditës për të vijuar me shqyrtimin e raportit vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2020. Britania e Madhe po përballet me një valë aq të madhe të përhapjes së variantit të ri të koronavirusit Omicron, saqë 2 doza të vaksinës nuk do të mjaftojnë për të ndaluar, ka paralajmëruar kryeministri britanik Boris Johnson. Ai për këtë arsye ka kërkuar përshpejtimin e programit për administrimin e dozave përforcuese të vaksinave, duke folur disa orë pasi që shkencëtarët qeveritar e ngritën nivelin e alarmit të koronavirusit në shkallën e 4, të dytën më të lartë. Johnson ka paralajmëruar atë që e ka quajtur një tsunami të Omicronit. Për këtë arsye ai ka thënë se programi i vaksinimit me dozën përforcuese duhet të përshpejtohet. Dozën e tretë ai e ka cilësuar si të nevojshme nga se shkencëtarët ende nuk e dinë nëse Omicroni është më pak serioz se variantet e tjera. E me kuriozitetin e ditës, ne po e përmbyllim këtë edicion të nderuar shikues. Ju faleminderit për vëmendjen, mirëmbëjtje.